Zoti Miro, faleminderit që na dhatë këtë intervistë. Dua të them që mirë se erdhët përsëri në Kinë. Faleminderit edhe juve që po më mirëprisni dhe po më intervistoni. Në Kina dhe Shqipëria kanë një miqësi të gjatë. Në kushtet e sotme, në cilat fusha mendoni se dy vendet mund të forcojnë në mëtej bashkëpunimi? Marrëdhëniet midis dy vendeve tona vërtet kanë një histori relativisht të gjatë dhe ato janë të njohura nga dy popujt. Unë duke marrë pjesë në këtë forum takova njerëz me përgjegjësi që janë këtu në Pekin dhe të cilët morën pjesë në këtë forum dhe ata publikisht bën vlerësime shumë pozitive për Shqipërinë dhe për marrëdhëniet me Shqipërinë dhe mua sigurisht që më erdhi mirë si përfaqësues i Shqipërisë në këtë forum që dëgjova vlerësime pozitive për Shqipërinë dhe për marrëdhëniet shqiptaro-kineze dhe padyshim që i mbështeta dhe mendoj që marrëdhëniet midis dy vendeve ka shumë hapësirë për të zhvilluar ato më tej, për të zhvilluar në të gjitha fushat, në të gjitha drejtimet. Sepse shqiptarët dhe kinezët kanë dëshmuar për gjatë historisë që respektojnë shumë njëri tjetrin. Pavarësisht se mund të ketë pasur hapësira kohore në të cilat marrëdhëniet mund të mos kenë qenë intensive, por respekti nuk ka munguar midis dy popujve edhe në distancë. Ndërkohë që ne tani jemi në një marrëdhënie bashkëpunimi të dobishëm, të prekshëm, konkret dhe që patjetër unë mendoj që duhet të zhvillohen më tej marrëdhëniet. Ka fusha me interes të përbashkët, për të cilat nuk duhet ketë hezitime që ky bashkëpunim të zhvillohet më tej, të zgjerohet më tej. Dhe në këtë aspekt, qofse shohim qoftë edhe nivelin në cilën janë aktualisht marrëdhëniet, ka fusha, siç thash, që mund të ecet shumë më përpara akoma se ç'është arritur deri tani. Dhe cilat mund të jenë këto fusha? Sigurisht qeveritë të dy vendeve që kanë programet e bashkëpunimit dhe ato i njohin më mirë cilat janë mundësitë dhe hapësirat për të zhvilluar më tej këto marrëdhënie, por në një përshtypje e përgjithshme është që Kina duhet të jetë më prezente në Shqipëri përmes pranisë së saj ekonomike, investuese, mund të ketë dhe ka hapësira të mëdha për zhvillimin e tregtisë midis dy vendeve, ka hapësira të prekshme madje edhe për zhvillimin e marrëdhënieve turistike. Shqipëria është një vend turistik në zhvillim e sipër dhe tërheq me miliona turistë në vit. Dhe Kina dhe populli kinez tek Shqipëria mund të gjejë një vend shumë tërheqës për nga klima që ka, për nga infrastruktura turistike dhe në mënyrë të veçantë për faktin se shqiptarët i respektojnë popullin kinez për shkak edhe të historisë, por edhe për shkak se populli kinez është një popull i thjeshtë, një popull komunikues, ashtu siç janë edhe shqiptarët, dhe përvoja ka dëshmuar e këtyre viteve të fundit se bashkëpunimi midis kinezëve dhe shqiptarëve në të gjitha nivelet mbetet një bashkëpunim model i cili ka shumë hapësira, siç thash, për të zhvilluar më tej. Pra, jo vetëm në kontaktet ekonomiko-tregtare, jo vetëm në kontaktet turistike, por edhe në fushat kulturore, artistike, edukative, ka shumë për të zhvilluar midis dy popujve. Dhe unë besoj se marrëdhëniet janë në rrugë të mbarë për të zhvilluar më tej dhe qeveritë e dy vendeve tona, pavarësisht se vendet ndodhen në kontinente të ndryshme, hapësirat tani shkurtohen, jo vetëm për shkak të zhvillimeve teknologjike, por edhe për shkak të frymës së re të mirëkuptimit, bashkëpunimit
që duhet të kenë popujt midis tyre dhe në mënyrë të veçantë populli kinez me popullin shqiptar. Në fundit të fundit, keni ndonjë mesazh për të rinjë shqiptar për të vejuar, për të vazhduar, për të trashëguar këtë miqësi kaq të çmuar Shqipëri-Kinë? Kina dhe populli kinez janë një popull dhe vend i madh. Dhe ato kanë vendin e tyre shumë të rëndësishëm në botë. Dhe popujt dhe vendet e vegjël duhet të mësojnë nga vendet e mëdha, nga popujt e mëdhenj, sepse kanë çfarë të mësojnë. Dhe Kina është një model në shumë drejtime për të ndjekur dhe për të mësuar. Për sa kohë që Kina është ajo që është dhe që gjithë bota ka një vëmendje të përqendruar në Kinë, patjetër që shqiptarët, si gjithë popujt e tjerë që duan të mësojnë nga përvojat më të mira botërore, duhet të kenë më shumë vëmendje në Kinë dhe për Kinën, dhe të rinjt shqiptar që kërkojnë të ndërtojnë jetën e tyre në mjaft vende të tjera të botës, ku shkojnë të mësojnë jo vetëm në përshkolla, po të mësojnë edhe në jetë. Ata në Kinë kanë shumë mundësi, shumë shanse për të mësuar, për të punuar, por më shumë për të mësuar përvojën kineze dhe pastaj këtë përvojë kineze të mund të sjellin në Shqipëri, ta zbatojnë atje. Prandaj thirrja ime pa dyshim për të rinjt shqiptarë është që vendoseni Kinën me prioritet në hartën e objektivave tuaja, jo vetëm turistike, por edhe në ato të edukimit, të punësimit dhe të marrjes së përvojës me qëllim për të rikthyer në Shqipëri dhe për të zbatuar këto përvoja pozitive edhe në terrenin shqiptar. Do të jetë, besoj, kjo një urë komunikimi më tepër midis dy popujve tanë për të shërbyer jo vetëm interesave të dy vendeve, por edhe forcimit të miqësisë dhe të bashkëpunimit dhe të përcjelljes së kësaj fryme miqësie dhe respekti midis popujve edhe në brezat e ri. Shumë faleminderit. Kënaqësi dhe për mua. Po, jo vetëm për intervistën, por edhe për zërin dhe kontributet që keni zënë për miqësinë. Shumë faleminderit. Faleminderit.